Një oficere policie shkel protokollet kur dëgjon një fëmijë duke qarë gjatë një ndalimi në trafik. Një urgjencë mjekësore zbulon manipulim sistematik që kërcënon një familje. 3 jetë do të transformohen nga një vendim i guximshëm. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Mbrëmja e së martës ishte veçanërisht e ngarkuar në autostradën që përshkonte zonën metropolitane të Tiranës. Dielli i marsit binte fort mbi asfalt, duke krijuar ato valë nxehtësie që shtrembëronin pamjen në distancë. Fiona rregulloi kapelet dhe kontrolloi radarin për herë të pestë atë orë. 15 vite karrierë në policinë rrugore kishin formuar tek ajo një rutinë të palëkundur, arrinte saktësisht në orën 7 të mëngjesit, organizonte me përpikëri pajisjet e saj dhe përmbushte çdo protokoll me saktësinë e një ore. Kolegët e saj e respektonin, por pak i afroheshin. Kishte diçka në qëndrimin e drejtë të Fionës, në mënyrën se si sytë e saj të kaltër analizonin çdo situatë me ftohtësi të llogaritur, që i mbante njerëzit në distancë. Ajo e preferonte kështu. Më pak komplikime, më pak përfshirje emocionale, më pak shanse për të bërë gabime. Radioja kërciti me zërin e dispečerit që komunikonte një aksident të vogël disa kilometra më përpara. Fiona i bëri me kokë partnerit të saj të patrullës, Viktorit, duke treguar se do të shkonin për të dhënë mbështetje. Por përpara se të mund të niseshin, radari u ndes sërish. Një sedan argjendi kishte kaluar me 120 km/h në një zonë me 80. Do ta ndjek këtë, tha Fiona, duke ndezur sirenën. Viktori vetëm pohoi me kokë. E njihte mirë temperamentin e partneres kur bëhej fjalë për shkelje trafiku. Për Fionën, çdo rregull kishte rëndësinë e vet, çdo kufi ekzistonte për një arsye. Nuk kishte vend për përjashtime në botën e saj të rregull. Sedani ngadalsoi sapo pa dritat që ndiznin në pasqyrën e pasme, por nuk u ndal menjëherë. Fiona rudhi vetullat duke vëzhguar se si automjeti lëkundej lehtësisht midis korsive përpara se të ndalonte përfundimisht në anë të rrugës. Sjellje e dyshimt, mendoi ajo, duke aktivizuar tashmë mendërisht të gjitha protokollet e ndalimit. Ajo parkoi makinën e policisë disa metra pas dhe zbriti me lëvizjet e saj karakteristike, të forta, të llogaritura, gjithmonë me një dorë pranë pajisjeve. Shoferi kishte ulur xhamin dhe ajo mund të shihte se bëhej fjalë për një burr të ri, rreth të 30-tave. Kishte diçka në fytyrën e tij, një shprehje dëshpërimi të maskuar dobët që Fiona e regjistroi automatikisht. Mirëdita. Dokumentet e automjetit dhe leja e drejtimit, tha ajo, duke mbajtur tonin profesional që kishte përdorur për 15 vjet. Burri rrëmoi nervozisht në ndarjen e dorezave, duart i dridheshin lehtë. Ju lutem, zonjë, e di që isha mbi shpejtësinë, por djali im. Dokumentet së pari, e ndërpreu Fiona, pa treguar interes për justifikimin. Kishte dëgjuar mira justifikime gjatë karrierës. Urgjenca familjare, angazhime urgjente, vonesa të rëndësishme, të gjitha tingëllonin njësoj pas një farë kohe. Atëherë ajo e dëgjoi. Një zë i ulët, pothuajse i padëgjueshëm, që vinte nga sedilja e pasme. Një qarje e përmbajtur, e mbytur, që bëri diçka të çuditshme në gjoksin e saj. Fiona ndjeu një piçkim shqetësimi që nuk mund ta shpjegonte. Në 15 vjet karrierë kishte zhvilluar aftësinë për të shkëputur emocionalisht nga çdo situatë, por ai zë e goditi në mënyrë të papritur. Ajo u përkul lehtë për të vëzhguar brendësinë e automjetit. Në sediljen e pasme, një djalë rreth 7 vjeç ishte i shtrënguar, me fytyrën e skuqur dhe sytë mbyllur. Edhe nga distanca, Fiona mund të shihte se diçka nuk shkonte. Frymëmarrja e fëmijës ishte e çrregull, e rëndë. Emri im është Marku, tha babai, duke zgjatur dokumentet me duar që dridheshin dukshëm. Ju lutem, duhet të kuptoni. Djali im Teodor nuk ndihet mirë. Ai nuk mund të marrë frymë siç duhet dhe unë duhet ta çoj në spital. Fiona mori dokumentet, por sytë e saj mbetën të fiksuar te fëmia. Kishte protokolle për të ndjekur. Shkeljet kishin pasoja. Rregullat ekzistonin për t'u respektuar. Por ajo qarje e ulët vazhdonte të jehojë në mendjen e saj, duke zgjuar diçka që ajo e kishte varrosur shumë kohë më parë. Sa kohë ka që është kështu, pyeti, duke u habitur nga pyetja e saj. Që prej mbrëm. Filloi me ethe dhe vështirësi në frymëmarrje. Vjera ime tha se ishte vetëm një grip, por sot në mëngjes u përkeqësua shumë. Ai mezi flet.
Marku shikoi djalin e tij në pasqyrën e pasme dhe Fiona pa një ankth të vërtet në sytë e tij të kafë. E di që theva shpejtësinë, por ai është shumë keq. Kam frikë se është diçka serioze. Fiona kontrolloi dokumentet shpejt. Gjithçka në rregull. Marku Allianzi, 32 vjeç, leje e vlefshme, automjet i rregulluar. Asnjë problem në sistem. Ajo duhej të aplikonte gjobën, ta udhëzonte të ngiste me më shumë kujdes dhe ta lironte. Ky ishte protokolli. Kjo ishte ajo që bënte gjithmonë. Por kur shikoi sërish Theodorin, pa që djali kishte hapur sy. Ishin të mëdhenj dhe të errët si të babait, por kishte diçka tek ata që e shqetësoi thellësisht. Një shprehje lodhjeje që nuk duhej të ekzistonte tek një fëmijë i asaj moshe. Sikur ai po luftonte kundër diçkaje të padukshme. Në cilin spital keni ndërmend të shkoni? Pyeti Fiona, duke u habitur sërish nga fjalët e saj. Në spitalin rajonal, në zonën veriore të Tiranës. Atje e mbulon sigurimi i tij shëndetësor. Fiona e njihte rrugën. Ishte rreth 20 minuta larg, duke marrë rrugën anësore dhe duke kaluar qendrën e qytetit. Në orën e pikut, mund të zgjaste 2 fish. Ajo shikoi orën, 3:30 pasdite. Trafiku tashmë po fillonte të rëndohej. Baba. Murmuriti Theodobët nga sedilja e pasme dhe zëri i brish bëri që diçka të thyej brenda gjoksit të Fionës. 15 vjet karrierë. 15 vjet duke ndjekur protokollet me përpikëri. 15 vjet duke mbajtur distancë emocionale nga çdo situatë. Dhe tani, për një arsye që ajo nuk mund ta kuptonte, të gjitha ato rregulla dukeshin të parëndësishme përballë atij djali që luftonte për të marrë frymë. Më ndiqni, tha ajo, duke i kthyer dokumentet Markut. Do t'ju hap rrugën. Habia në fytyrën e babait ishte e menjëhershme. Seriozisht? Do të na shoqëroni? Fiona tashmë po kthehej drejt makinës së policisë, duke u përpjekur të mos vinte në dyshim vendimin e saj. Mbani një distancë të sigurt dhe mos e tejkaloni shpejtësinë që unë do të vendos. Kupton? Po, faleminderit, shumë faleminderit, bërtiti Marku nga dritarja, por Fiona tashmë po ndiste sirenën. Viktori e shikoi me kureshtje kur ajo hyri në makinën e policisë. Ndryshim planesh? Urgjencë mjekësore. Do t'i shoqërojmë deri në spitalin rajonal. Që kur bëjmë shoqërim mjekësor për shkelje trafiku, pyeti Viktori, por toni i tij ishte më kureshtar se kritik. Fiona nuk u përgjigj. Ajo vetë nuk dinte të përgjigjej. Thjesht ndizi dritat e emergjencës dhe filloi të hapte rrugën në trafik, duke kontrolluar vazhdimisht në pasqyrën e pasme nëse sedani argjendi mund të ndiqte. Gjatë gjithë rrugës, një imazh i vetëm mbeti i gdhendur në mendjen e saj, sytë e lodhur të Theodorit, aq i vogël dhe i pambrojtur, duke luftuar kundër diçkaje që ajo ende nuk e kuptonte. Kishte diçka në atë situatë që preku instinktet që Fiona mendonte se i kishte humbur shumë kohë më parë. Diçka që e bënte të pyeste, për herë të parë pas vitesh, nëse ndjekja e protokolleve ishte gjithmonë zgjedhja e duhur. Ajo nuk e dinte se ky vendim impulsiv do të ndryshonte jo vetëm fatin e Theodorit dhe Markut, por edhe rrjedhën e jetës së saj në mënyra që kur nuk mund t'i imagjinonte. Hyrja e spitalit rajonal ishte e zënë si gjithmonë në pasditet e së martës. Fiona parkoi makinën e policisë në zonën e rezervuar për urgjenca dhe vëzhgoi Markun duke dalë shpejt nga sedani, duke vrapuar për të hapur derën e pasme. Mënyra se si ai mori Theodorin në krah, me kujdesin ekstrem por urgjencën e dukshme, zbuloi një butësi që kontrastonte me dëshpërimin në sytë e tij. Theo dukej edhe më i vogël në krahët e babait, trupi i tij i brish lëkundej me çdo hap të shpejt drejt hyrjes automatike. Fiona i shoqëroi, duke u habitur sërish nga iniciativa e saj. Në situata normale, ajo do të ishte kufizuar në sigurimin që ata të arrinin në spital të sigurt, por diçka e shtynte të vazhdonte të ishte e përfshirë. Urgjencë pediatrike, bërtiti Marku recepcionistes, e cila menjëherë aktivizoi ekipin mjekësor në detyrë. Një infermiere e fortë, me flokë të thinjur të kapur në një topuz të shtrënguar, u shfaq me një barel të vogël. Çfarë i ndodhi? Pyeti ajo, ndërsa Marku vendosi Theodorin me kujdes mbi pajisje. Ethe të larta që prej mbrëm, vështirësi në frymëmarrje, ai është shumë i përgjumur, shpjegoi Marku shpejt, duke ecur pranë barelës ndërsa shkonin drejt dhomës së triazhës. Fiona qëndroi në zonën e pritjes, por vëmendja e saj ishte plotësisht e kthyer nga tingujt që vinin nga dhoma mjekësore.
Mund të dëgjonte zërat e ulët të profesionistëve, bipin e pajisjeve që lidheshin dhe her pas here, zërin e dobët të Teodorit duke ju përgjigjur pyetjeve të ekipit. Pas disa minutash që ju dukën orë, një mjeke doli nga dhoma. Ishte një grua me pamje të re, flokë të kaftë të kapur në një bisht kali, bluzë të pastër dhe një shprehje serioze që tregonte vite përvojë edhe me moshën dukshëm të re. Jeni familjare e fëmijës? Pyeti mjekja, duke ju drejtuar Fionës. Jo, jam policia që i shoqërova deri këtu. Si është ai? Mjekja hezitoi për një moment. Doktoresh Kiara Mulla, u prezantua ajo, duke zgjatur dorën. Djali po vlerësohet. Do të na duhen disa analiza për të përcaktuar se çfarë po shkakton simptoma. Marku doli nga dhoma në atë moment, me supet e rënë dhe një shprehje lodhjeje të thellë në fytyrë. Fiona vuri re se ai dukej se mbante një peshë shumë më të madhe nga sa justifikonte situata aktuale, sikur kjo urgjencë të ishte vetëm një stres tjetër shqetësimi në një jetë tashmë të mbingarkuar. Ata do të bëjnë analiza gjaku dhe një radiografi të gjoksit, shpjegoi Marku Fionës, ndonë se ajo nuk kishte pyetur. Kishte diçka në praninë e saj që e qetësonte, një ndjenjë se nuk ishte plotësisht vetëm në atë moment të vështirë. Po nëna e fëmijës? Pyeti doktoresha Kiara, duke konsultuar dërrasën e saj. Shpreja e Markut u mbyll menjëherë. Ajo nuk është më me ne. 2 vjet më parë. Mjekja pohoi me kokë me mirë kuptim. Dhe kush tjetër ka përgjegjësi ligjore mbi Teodorin? Gjyshërit, familjar të tjerë? Vjera ime, Agnesa, ka kujdestarin kryesore. Unë kam vetëm të drejtën e vizitës në fundjavë. Zëri i Markut mbante një hidhërim të maskuar dobët. Por ajo është duke udhëtuar dhe unë duhej të merrja Teodorin nga shkolla sepse nuk ndihej mirë. Fiona vëzhgoi shkëmbimin e informacionit me interes në rritje. Kishte nuanca në bisedë që zgjonin kurreshtjen e saj profesionale, të zhvilluar në vite duke hetuar aksidente dhe situata komplekse në rrugë. Do të na duhet të kontaktojmë me të, tha doktoresha Kiara. Kam provuar të telefonoj disa herë. Ajo nuk përgjigjet. Kam lënë mesazhe duke shpjeguar situatën. Mjekja bëri disa shënime dhe u kthye në dhomën ku Teo po ekzaminohej. Marku u ul rënd në një nga karriget plastike të dhomës së pritjes, duke kaluar duart në përfytyrë me lodhje. Fiona u ul pranë tij, duke thyer një tjetër protokoll personal. Ajo gjithmonë shmangte përfshirjen emocionale, por diçka në atë situatë e mbante atje. Sa kohë ke që nuk e ke kujdestarinë e djalit tënd? Pyeti, duke u habitur nga kurreshtja e saj. Marku e shikoi me një shprehje që përziente mirënjohje dhe trishtim. 2 vjet. Që kur gruaja ime që kur humbëm anën. Agnesa arriti të binte drejtësinë se unë nuk isha në gjendje të kujdesesha për të vetëm. Dhe ishe? Pyetja doli më e drejt për drejt nga sa kishte ndërmend Fiona, por Marku nuk duke i fyer. Përkundrazi, ishte sikur ai po priste dikë që të bënte pikërisht atë pyetje. Isha i shkatëruar, pranoi ai. Ana ishte gjithçka për mua, për ne. Kur ajo u largua, unë disi u shkëputa nga gjithçka. Teo kishte nevojë për stabilitet dhe Agnesa e ofronte këtë. Ajo kishte një shtëpi të madhe, strukturë, kohë të lirë. Unë mezi kujdesesha për veten time. Fiona pohoi me kokë, duke njohur ndershmërinë brutale në përgjigje. Dhe tani? Tani jam rindërtuar. Kam një punë të qëndrueshme, një shtëpi të përshtatshme, kam bërë terapi. Por Agnesa ajo duket se beson se unë kur nuk do të jem në gjendje të kujdesem mirë për Teodorin. Dhe sistemi gjyqësor tashmë ka vendosur në favor të saj një herë. Përpara se Fiona të mund të përgjigjej, doktoresha Kiara u kthye me një shprehje të shqetësuar. Duhet të flasim për rezultatet paraprake, tha ajo, duke parë specifikisht Markun. A mund të vish me mua? Marku u ngrit shpejt. Sigurisht. Ai është mirë. Do të flasim në dhomën e rezervuar, u përgjigj mjekja, duke treguar një zyrë të vogël ngjitur. Fiona mbeti vetëm në dhomën e pritjes për pothuajse 40 minuta. Gjatë kësaj kohe, vëzhgoi lëvizjen e spitalit, familje të shqetësuara, fëmijë që qanin, profesionistë që kalonin me nxitim. Ishte një mikrokozmos dramash njerëzore që normalisht ajo do t'i vëzhgonte me distancë profesionale. Por sot, për ndonjë arsye, çdo skenë dukej më intensive, më reale. Kur Marku më në fund doli nga dhoma, fytyra e tij ishte e zbehtë dhe duart i dridheshin lehtë. Çfarë ndodhi? Fiona u ngrit menjëherë.
Ata gjetën diçka të çuditshme në gjakun e tij. Nivelet e larta të substancave që një fëmijë nuk duhet të ketë në organizëm. Marku ul sërish, këtë herë duke i plotësisht i humbur. Mjekja tha se do të duhet të bëjnë më shumë analiza, por ajo ka dyshime se dikush mund të jetë duke i dhënë Teodorit ilaçe të papërshtatshme. Informacioni e goditi Fionën si një grusht. Vitet e përvojës policore kishin zhvilluar tek ajo një instinkt të mbret për situata që nuk ishin siç dukeshin në shikim të parë. Çfarë lloj substancash? Qetësues. Anksiolitik. Medikamente për të rritur në doza që mund të ishin të rrezikshme për një fëmijë. Marku e shikoi me një shprehje konfuzioni të plotë. Unë nuk kuptoj. Kush do ta bënte këtë? Dhe pse? Fiona ndjeu një val zemërimi që i ngjitej në gjoks, një ndjenjë që prej vitesh e mbante nën kontroll të rrept. Imazhi i syve të lodhur të Teodorit mori një kuptim të ri, shumë më të errët. A e përmendi doktoresha Kiara diçka rreth episodeve të mëparshme? Marku pohoi ngadalë me kokë. Ajo tha se Teo është shtruar në spital 3 herë në 6 muajt e fundit. Gjithmonë me simptoma të ngjashme, përgjumje e tepërt, probleme të lehta në frymëmarrje, ethe të ulta. Dhe gjithmonë kur ishte nën kujdesin e Agnesës. Pjesët filluan të bashkoheshin në mendjen analitike të Fionës, duke formuar një model shqetësues që ajo do të preferonte të mos e njihte. Marku, duhet të bëj një pyetje shumë të rëndësishme, tha ajo, duke e parë drejt në sy. Si sillet Teo kur është me ty në fundjavë? Krejtësisht ndryshe. Ai është plot energji, lozonjar, kureshtar. Ndonjëherë mendoj se ai përmirësohet sepse është i lumtur që është me mua, e kupton? Marku ndaloi, sikur një realizim i tmerrshëm po merrte formë në mendjen e tij. Pse po e pyet këtë? Fiona nuk u përgjigj menjëherë. Ajo po përpunonte informacione, po lidhte pika, po ndiqte një instinkt që rrallëherë e mashtronte. Por implikimet e asaj që ajo po fillonte të dyshonte ishin aq serioze sa duhej të ishte e sigurt përpara se t'i shprehte mendimet e saj. Mendoj se duhet të luftosh për kujdestarinë e djalit tënd sërish, tha ajo përfundimisht. Dhe mendoj se këtë herë ke arsye shumë të forta për këtë. Dhoma e shtrimit në pediatri kishte një aromë karakteristike dezinfektanti të përzier me aromën e butë të produkteve për fëmijë. Teo ishte i lidhur me monitor që regjistronin shenjat e tij jetësore me bipe të buta dhe të vazhdueshme. Edhe duke fjetur, kishte një paqe në fytyrën e tij që nuk ekzistonte kur Fiona e pa për herë të parë në makinë, vetëm disa orë më parë. Marku nuk ishte larguar nga krevati që kur kishin mbërritur. Duart i kishte mbështetur në hekurin anësor, duke vëzhguar çdo frymëmarrje të djalit me një vëmendje që kufizohej me obsesionin. Fiona qëndronte pranë dritares, teknikisht jashtë orarit të saj të shërbimit për më shumë se 2 orë, por e pa të largohej nga situata. Ai është më i qetë, vërejti Marku, duke u kthyer nga ajo. Është e çuditshme ta thuash këtë për një fëmijë të sëmur, por ai duket më i pranishëm, e kupton? Edhe duke fjetur. Fiona pohoi me kokë. Ajo gjithashtu kishte vënë re ndryshimin. Gjumi i Teodorit tani duke i natyral, riparues, jo ajo letargji shqetësuese që kishte vërejtur në makinë. Doktoresha Kiara hyri në dhomë duke mbajtur një tablet dhe një dosje me analiza. Shpreja e saj serioze tregonte se lajmet nuk ishin të thjeshta. Si është ai? Pyeti Marku, duke u ngritur menjëherë. Fizikisht, ai po shërohet mirë. Ethet kanë rënë, frymëmarrja është normale dhe shenjat jetësore janë të qëndrueshme. Mjekja ndaloi duke parë 2 të rriturit. Por duhet të ndaj disa informacione që i konsideroj shqetësuese. Marku ul ngadalë duke u përgatitur për atë që do të vinte. Analizat toksikologjike konfirmuan praninë e qetësuesve të shumtë në gjakun e Teodorit. Nuk janë medikamente që një fëmijë duhet të marrë, dhe sigurisht jo në dozat që gjetëm. Përveç kësaj, kam konsultuar historikun e tij të plot mjekësor. Doktoresha Kiara hapi dosjen dhe nxori disa fletë. Në 8 muajt e fundit, Teo është trajtuar në urgjenca 6 herë. Gjithmonë me simptoma të ngjashme, përgjumje e tepërt, episode konfuzioni mendor, probleme të lehta në frymëmarrje. Në të gjitha rastet, ai ishte nën kujdesin e gjyshes së tij atërore, e cila raportoi kriza ankthi dhe sulme paniku si justifikim për simptoma. Marku kaloi dorën nëpër flok, një shprehje mosbesimi duke u rritur në fytyrën e tij. 6 herë? Por Agnesa gjithmonë më thoshte se ishin vetëm gripa ose viroza të zakonshme.
Ka më shumë, vazhdoi mjekja. Gjeta receta mjekësore në emër të Teodorit për medikamente anksiolitike, të gjitha të nënshkruara nga i njëjti mjek dhe të gjitha të kërkuara nga gjyqja. Teorikisht për të trajtuar ankthin e rënd infantil. Fiona u afrua, instinktet e saj policore ishin aktivizuar plotësisht. Doktoresh, a është e zakonshme që fëmijët 7 vjeçar të marrin këtë lloj medikamentesh? Jashtëzakonisht e rrallë. Dhe kur përshkruhet, gjithmonë shoqërohet me terapi psikologjike intensive dhe monitorim mjekësor të vazhdueshëm. Nuk ka regjistra të ndjekjes psikologjike në dosjen e Teodorit. Heshtja në dhomë u theu vetëm nga bipet e buta të monitorëve. Marku po shikonte djalin e tij të fjetur dhe Fiona mund të shihte momentin e saktë kur realizimi i plot arriti në fytyrën e tij. Ajo po i jepte ilaçe djalit tim, tha ai, zëri i ulët por i ngarkuar me një zemërim në rritje. Agnesa po i jepte ilaçe për ta mbajtur të qetë? Nën kontroll? Nuk mund të bëj këtë diagnozë, u përgjigj doktoresha Chiara me kujdes. Por mund të konfirmoj se substancat e gjetura në gjakun e tij janë të papajtueshme me çdo trajtim mjekësor legjitim për një fëmijë të shëndetshëm. Fiona ndjeu një val indinjate që e befasoi me intensitetin e saj. Në 15 vjet karrierë kishte parë shumë situata të vështira, por diçka rreth cenueshmërisë së Teodorit, rreth manipulimit sistematik që ai po vuante, aktivizoi tek ajo një instinkt mbrojtës që mendonte se e kishte humbur. Çfarë ndodh tani? Pyeti Marku. Ligjërisht duhet t'i komunikoj këto zbulime autoriteteve kompetente. Këshilli për mbrojtjen e fëmijëve do të thirret dhe ndoshta do të ketë një hetim social. Marku u ngrit papritur duke filluar të ecte para mbrapa në hapësirën e vogël të dhomës. Agnesa ka ndikim në qytet. Ajo një njerëz të rëndësishëm, ka miq në sektor të ndryshëm. Dhe unë. Ai ndaloi duke parë Fionën sikur kërkonte mbështetje, unë jam thjesht një burr që humbi gruan dhe ka vizita të mbikëqyrura me djalin e tij. Kjo nuk do të thotë se nuk ke të drejta, tha Fiona, duke befasuar veten me vendosmërinë në zërin e saj. Do të thotë po, replikoi Marku me hidhërim. Sistemi tashmë ka vendosur një herë që Agnesa ishte opsioni më i mirë për Teodorin. Ajo ka një shtëpi të madhe, stabilitet financiar, rrjete mbështetjeje. Unë kam një apartament të vogël dhe një histori depresioni pas humbjes së gruas sime. Doktoresha Chiara ndërhyri. Marku, provat mjekësore që kemi janë shumë serioze. Çdo hetim do të duhet ta marrë këtë në konsideratë. Po sikur ajo të arrijë ta shpjegoj? Po sikur të thotë se thjesht po ndiqte udhëzimet mjekësore? Po sikur të sjell mjekun që përshkroi ilaçet për ta mbrojtur? Pyetja mbeti në ajër dhe Fiona kuptoi se Marku kishte arsye për të shqetësuar. Agnesa kishte ndërtuar një narrativ mjekësore dukshëm legjitime gjatë muajve. Do të ishte fjala e tij kundër saj dhe ajo kishte të gjithë dokumentacionin zyrtar. Në atë moment, Teo lëvizi në krevat duke hapur syt ngadalë. Për herë të parë që kur Fiona e kishte takuar, ai duke i vërtet i zgjuar, i pranishëm. Baba, murmuriti ai, duke kërkuar Markun me shikim. Marku u afrua menjëherë duke kapur dorën e vogël të djalit. Jam këtu, kampion. Si ndihesh? Më mirë. Mund të pi ujë? Zëri i Teodorit ishte i qartë, pa letargjin që kishte karakterizuar fjalët e tij të pakta në makinë. Doktoresha Chiara mori një gotë me pipës dhe ja ofroi. A e di ku je, Teo? Pyeti ajo butësisht. Në spital. Isha duke u ndier keq, por tani jam më mirë. Ai shikoi rreth dhomës dhe syt i ranë mbi Fionën. Jeni policia që na ndihmoi? Fiona u afrua pranë krevatit duke ndier diçka të ngrohej në gjoksin e saj. Po. Emri im është Fiona. Si je? Mirë. Koka nuk më rëndon më. Teo buzëqeshi, një shprehje e vërtet fëmijërore që kontrastonte në mënyrë drastike me gjendjen letargjike në të cilën ajo e kishte gjetur. Marku shikoi doktoreshën Chiara me një shprehje shprese. Ai është normal. Më i zgjuar se sa e kam parë prej muajsh. Është pikërisht ajo që prisja, konfirmoi mjekja. Ndërsa substancat dalin nga sistemi i tij, personaliteti i tij natyral po kthehet. Fiona vëzhgoi ndërveprimin mes babait dhe djalit, duke vënë re se si Teo bëhej më i gjallë me çdo minutë që kalonte. Kishte një dritë në sytë e tij që ndoshta kishte munguar për shumë kohë.
Marku, tha ajo, duke marrë një vendim që do të shkonte kundër të gjitha këshillave që me siguri do të merrte. Ke një avokat? Jo. Dua të them, kisha një gjatë procesit të kujdestarisë, por do të duhet një. Dhe do të duhet dikush që kupton si ligjin e familjes, ashtu edhe rastet që përfshin abuzimin. Mendon se ja vlen të provoj? Fiona shikoi Theodorin, i cili po fliste me zë të ulët me mjeken rreth filmave vizatimor që shfaqeshin në televizorin e dhomës. Dallimi tek fëmia ishte i jashtëzakonshëm, ajo po shihte, për herë të parë, kush ishte Theo vërtet kur nuk ishte në ndikimin e ilaçeve të papërshtatshme. Mendoj se nuk ke zgjidhje, u përgjigj ajo. Djali yt është medikamentuar sistematikisht për të qenë më i përshtatshëm për t'u kujdesur. Kjo nuk është vetëm e gabuar, është një formë abuzimi që mund të ketë pasoja afatgjata për zhvillimin e tij. Marku pohoi ngadalë me kokë dhe Fiona pa një vendosmëri që rritej në sytë e tij që nuk ishte aty disa orë më parë. Do ta telefonoj Agnesën sërish, tha ai. Ajo duhet të di çfarë kemi zbuluar. Marku, prit, ndërhyri doktoresha Chiara. Ndoshta është më mirë të presim derisa të njoftohen autoritetet kompetente. Nëse ka dyshime për medikamentim të papërshtatshëm, situata duhet të trajtohet zyrtarisht. Fiona ra dakord. Vitet e saj të përvojës policore e kishin mësuar se konfrontimi me të dyshuarit përpara se të kishte të gjitha provat e organizuara rallëherë sillte rezultate të mira. Ajo ka të drejtë. Agnesa mund të përpiqet të hedhë ilaçet, të ndryshojë regjistrat mjekësor ose të krijojë një version të fakteve që do të ishte e vështirë të kundërshtohej më vonë. Marku shikoi djalin e tij, i cili tani ishte dukshëm më pak i gjallë, sikur vetë prania e Agnesës të sillte pas një apati që ishte zhdukur gjatë qëndrimit të tij në spital. Atëherë çfarë bëjmë tani? Pyeti ai. Tani, tha Fiona, ne sigurohemi që Theo të vazhdojë të jetë i sigurt dhe fillojmë të ndërtojmë një rast të fortë që kjo të mos ndodhë më kurrë. Ajo që asnjëri prej tyre nuk e dinte ishte se Agnesa tashmë ishte informuar për shtrimin në spital nga dikush aty, dhe se pikërisht në atë moment ajo ishte në aeroportin më të afërt, duke anuluar udhëtimin e saj dhe duke riorganizuar strategjitë e saj për t'u përballur me situatën që kërcënonte kontrollin e saj mbi jetën e Theodorit. Telefoni i Fionës ra në orën 6 të mëngjesit të së mërkurës, vetëm 12 orë pasi ishte larguar nga spitali. Ishte mbikëqyrësi i saj i drejt për drejt, Reshteri Alban, duke e thirrur për një takim urgjent dhe të rezervuar përpara fillimit të turnit. Toni zyrtar dhe ora e pazakontë e thirrjes i ndezën një alarm në mendjen e saj. Fiona mbërriti në komisariatin e policisë rrugore 40 minuta përpara orarit të saj të zakonshëm. Ndërtesa ishte pothuajse bosh, vetëm disa punonjës administrativ po organizonin aktivitetet e ditës. Ajo gjeti Reshter Albanin në zyrën e tij, i shoqëruar nga një burrë që nuk e njohu, një 50 vjeçar me kostum të errët dhe qëndrim të ngurtë që bërtiste burokraci e larë. Fiona, ky është delegati Petrit Karmini, nga inspektoriati i përgjithshëm, tha Albani, duke treguar një karrige përballë tavolinës së tij. Stomaku i Fionës u tkurr. Inspektoriati i përgjithshëm nënkuptonte hetim të brendshëm, probleme disiplinore, pyetje mbi sjelljen profesionale. Ajo ul duke mbajtur qëndrimin e drejtë që karakterizonte 15 vitet e saj të karrierës së patëmerë. Reshtere Fiona, filloi Petriti, duke konsultuar një dosje, në dijenin ton kanë ardhur disa parregullsi në sjelljen tuaj gjatë turnit të dieshëm. Specifikisht të lidhura me një përfshirje të papërshtatshme me civilët gjatë një ndalimi në trafik. Me gjithë respektin, zotëri, mund të di për çfarë parregullsisë bëhet fjalë? Petriti shkëmbeu një shikim domethënës me Albanin përpara se të përgjigjej. Ju shoqëruat një automjet në një spital, qëndruat në ambientet mjekësore për orë të tëra kur duhej të ishit në patrullim dhe me sa duket u përfshit personalisht në çështje familjare që të i kalojnë përgjegjësitë tuaja si oficere policie rrugore. Fiona ndiu një val indinjate që i ngjitej në gjoks, por mbajti zërin të kontrolluar. Bëhej fjalë për një urgjencë mjekësore që përfshinte një fëmijë. Vlerësova se shoqërimi ishte i nevojshëm për të garantuar sigurinë në trafik. Po 3 orët pasuese që kaluat në spital? Kjo ishte gjithashtu pjesë e sigurisë në trafik. Ironia në zërin e Petritit ishte e dukshme. Desha të sigurohesha që fëmia ishte mirë. Reshtere Fiona, ndërhyri Albani, me një shprehje të atij që ishte vërtet i shqetësuar, ju keni 15 vjet karrierë shembullore. Askush nuk po vën në dyshim qëllimet tuaja. Por ekziston një protokoll për situatat mjekësore.
Ju duhej të kishit aktivizuar urgjencën dhe të ishit kthyer në patrullim. Fëmia ishte në gjendje kritike. Fëmia kishte një grip, e ndërpreu Petriti. Të paktën kështu thuhet në raportin mjekësor që morëm nga gjyqja, e cila madje regjistroi një ankesë zyrtare për ndërhyrje të papërshtatshme policore në çështjet familjare. Fiona ndjeu sikur kishte marrë një grusht. Çfarë raporti mjekësor? Petriti hapi një dosje tjetër. Agnesa Sallen ishte në inspektoria dje në mbrëmje. Ajo është një grua shumë e respektuar në komunitet, punon prej 20 vjetësh në sektorin e asistencës sociale të bashkisë. Sipas saj, nipi pati një grip të thjeshtë, u trajtua siç duhet dhe ndërhyrja juaj krijoi një siklet të panevojshëm për familjen. Kjo nuk është e vërtetë. Analizat toksikologjike treguan. Çfarë analizash toksikologjike? Petriti e ndërpreu sërish. Nuk ka asnjë përmendje të kësaj në dosjen që morëm. Vetëm trajtim për simptomat e gripit dhe dalja normale nga spitali. Fiona shikoi Albanin duke kërkuar ndonjë shenjë mbështetjeje, por pa vetëm siklet në sytë e tij. Ishte e qartë se ai ishte shtypur për të zhvilluar këtë takim. Rreshtere, do të jemi drejt për drejt, tha Petriti duke mbyllur dosjet. Zonja Agnesa është një figurë e respektuar në qytet. Ajo ka miq në sfera të ndryshme të pushtetit publik. Ajo nuk dëshiron të krijojë probleme për ju, por e bëri të qartë se çdo ndërhyrje shtesë në familjen e saj do të shihet si përsekutim. Përsekutim? Fiona nuk mundi të përmbante mosbesimin në zërin e saj. Ajo përmendi se ju bë të pyetje të papërshtatshme rreth situatës familjare, vut në dyshim vendimet e saj mjekësore dhe krijuat një ambient dyshimi pa asnjë justifikim ligjor. Albani lëvizi i shqetësuar në karrige. Fiona, ajo që delegati Petrit po thot është se ju duhet të largoheni nga kjo situatë. Plotësisht. Çdo kontakt shtesë me këtë familje mund të interpretohet si abuzim me detyrën. Po sikur të refuzoj. Heshtja në dhomë ishte elokuent. Petriti mbylli dosjet e tij me një lëvizje të llogaritur. Rreshtere, ju keni një karrierë të shkëlqyer. Nuk do të ishte e mençur ta hidhnit poshtë për një keqkuptim që përfshin një familje që mezi e njihni. Fiona u ngrit ngadalë. 15 vjet karrierë e kishin mësuar të zgjidhte betejat e saj, por gjithashtu kishin zhvilluar tek ajo një instinkt të mprehtë për situata ku diçka ishte thelbësisht e gabuar. A mund ta shoh raportin mjekësor që ajo paraqiti? Petriti hezitoi vetëm një moment përpara se t'i jepte një kopje. Fiona e shqyrtoi shpejt dokumentin. Ishte nga i njëjti spital ku kishte qenë një ditë më parë, por dukej se ishte hartuar nga një mjek tjetër. Nuk kishte asnjë përmendje të qetësuesve, analizave toksikologjike apo dyshimeve të ngritura nga doktoresha Kiara. Ky raport nuk korrespondon me atë që dëshmova dje, tha ajo me qetësi. Po vë në dyshim vërtetësinë e një dokumenti mjekësor zyrtar, pyeti Petriti, toni ngarkuar me paralajmërim. Fiona e kuptoi plotësisht mesazhin. Agnesa kishte përdorur ndikimin e saj për të marrë një raport të dytë, ndoshta nga ndonjë mjek mik që kundërshtonte plotësisht zbulimet e doktoreshës Kiara. Ishte një veprim i llogaritur dhe efikas. Kuptoj, tha ajo përfundimisht. Diçka tjetër? Vetëm se presim që ju të ktheheni në detyrat tuaja normale dhe të shmangni çdo përfshirje me këtë familje, përfundoi Petriti. Fiona doli nga dhoma me mendjen që i vlonte. 20 minuta më vonë, ishte në makinën e saj private, duke shkuar drejt spitalit. Nëse nuk mund të vepronte si oficere policie, do të vepronte si qytetare. Gjeti Markun në parkingun e spitalit, duke mbajtur një çantë shpine të vogël. Teo ishte pranë tij, dukshëm më i gjallë se një ditë më parë, duke lëkundur këmbët ndërsa priste. Fiona. Sa mirë që të shoh, tha Marku, vërtet i lehtësuar. Ata e liruan Teodorin në mëngjes. Analizat janë normale tani. Si është ai? Pyeti ajo, duke u ulur në gjunjë për të qenë në lartësinë e djalit. Shumë më mirë. Shiko, teze Fiona, arrita të lidh vetë këpucët sot. Teo tregoi me krenari këmbët e tij dhe ajo vuri re se ishte hera e parë që ai e thërriste teze. Kishte një spontanitet në lëvizjet e tij, një gjallëri që nuk ekzistonte 2 ditë më parë. Urime, Teo. Je më i zgjuar sot. Babai tha se ti na ndihmove shumë. Faleminderit që je mikja jon. Fiona ndjeu diçka të shtrëngohej në gjoksin e saj.
Thjeshtësia dhe sinqeriteti i fëmijës kontrastonin në mënyrë drastike me manipulimin burokratik që ajo kishte hasur një orë më parë. Marku, duhet të them diçka, tha ajo, duke u ngritur. Agnesa ishte në inspektoriat dje në mbrëmje. Ajo po përpiqet të diskreditoj gjithçka që zbuluam. Fytyra e Markut u mbyll menjëherë. Sigurisht që po. Duhej ta kisha pritur këtë. Ajo mori një raport të dytë mjekësor që kundërshton plotësisht gjetjet e doktoreshës Kiara. Sipas këtij dokumenti, Teo pati vetëm një grip të zakonshëm. Si është e mundur kjo? Ndikim. Kontakte. Njerëz që i detyrojnë favore. Fiona shikoi rreth e rrotull, duke u siguruar që nuk po vëzhgoheshin. Marku, më than të largohem nga rasti. Zyrtarisht, nuk mund të ndihmoj më. Shpresa që kishte shkëlqyer në sytë e Markut një ditë më parë filloi të zbehej. Atëherë kaq? Agnesa fiton sërish? Nuk thash se nuk mund të ndihmoj, korrigjoi Fiona. Thash se nuk mund zyrtarisht. Ka një ndryshim. Në atë moment, një furgon i Këshillit për Mbrojtjen e Fëmijëve hyri në parkingun e spitalit. Një grua e fortë, me flokë të shkurtër dhe rroba zyrtare, zbriti nga automjeti e shoqëruar nga një burr më i ri që mbante një dosje. Marku Allianzi, thiri gruaja, duke ju afruar grupit. Unë jam Rosa, asistente sociale e Këshillit për Mbrojtjen e Fëmijëve. Ky është kolegu im Luka. Duhet të flasim me ju rreth situatës së Teodorit. Marku shikoi Fionën, e cila pohoi kokën pothuajse pa u vënë re. Sigurisht. Teo, a mund të shkosh të luash atje në parkun e vogël që të shohim? Djali vrapoi me gëzim drejt sheshit të vogël të lojrave pranë hyrjes së spitalit, duke demonstruar një energji që Fiona nuk e kishte parë kurrë më parë tek ai. Kemi marrë një raport për dyshime për medikamentim të papërshtatshëm, filloi Rosa, duke konsultuar dosjen e saj. Por kemi marrë edhe informacione kontradiktore nga burime të tjera. Do të na duhet të bëjmë një vlerësim të plotë të situatës. Çfarë lloj vlerësimi? Pyeti Marku. Do të na duhet të vizitojmë rezidencën tuaj, të bisedojmë me Teodorin në një ambient të kontrolluar dhe të flasim me të gjithë të përfshirët në situatë, përfshirë gjyshen. Luka ndërhyri. Zotëri Marku, duhet t'ju informoj se çdo ndryshim në kujdestarinë aktuale do të varet nga një proces gjyqësor zyrtar. Deri atëherë, fëmia duhet të kthehet nën kujdesin e kujdestares ligjore. Por duke marrë parasysh dyshimet mjekësore. Filloi Marku. Dyshimet janë ende nën hetim, u përgjigj Rosa. Dhe kemi informacione kontradiktore nga burime të ndryshme mjekësore. Derisa të kemi qartësi të plot, duhet të ruajmë stabilitetin për fëmijën. Fiona pa zhgënjimin të rritej në fytyrën e Markut. Ishte pikërisht ajo që Agnesa kishte llogaritur, të krijonte konfuzion të mjaftueshëm për të ruajtur status quo derisa të mund të konsolidonte versionin e saj të fakteve. Kur kthehet Agnesa nga udhëtimi, pyeti Rosa. Ajo tashmë është kthyer, tha një zë pas tyre. Të gjithë u kthyen. Agnesa Sallen po ecte drejt grupit, e shoqëruar nga një burr me kostum të errët që Fiona menjëherë e njohu si avokat. Agnesa ishte një grua rreth 60 vjeç, me flokë të thinjur të rregulluar në mënyrë perfekte, rroba elegante dhe një qëndrim që rezatonte autoritet dhe respektueshmëri. Teo, dashuria ime, hajde me gjyshen, thiri ajo, duke ignoruar plotësisht Markun dhe Fionën. Teo ndaloi së luajturi dhe shikoi drejt zërave të rriturve. Fiona vëzhgoi me kujdes reagimin e tij. Kishte diçka në fytyrën e fëmijës, një ndryshim i holl në shprehjen e tij, sikur një dritë të fiket lehtë. Gjyshe, tha ai, duke vrapuar drejt grupit, por duke ndaluar pranë Markut në vend që të shkonte direkt tek Agnesa. Hajde, i dashur. Do të shkojmë në shtëpi. Ti u sëmure dhe na trembe të gjithëve, tha Agnesa, duke zgjatur krahët. Teo shikoi babain, një shprehje konfuzioni në sytë e tij. Baba, a mund të rri pak më shumë me ty? Ndihem mirë kur jam këtu. Deklarata spontane e fëmijës jehoi në ajër si një rrëfim i pavullnetshëm. Agnesa ndërhyri shpejt. Sigurisht që ndihesh mirë, dashuri. Kjo sepse mjeku të dha ilaçe për t'u përmirësuar. Tani duhet të vazhdojmë trajtimin tënd në shtëpi. Fiona vëzhgoi ndërveprimin me vëmendje profesionale, duke vënë re se si Agnesa shpejt e ridrejtoi situatën për t'u fokusuar te trajtimi në vend që të adresonte dëshirën e shprehur nga fëmia për të qëndruar me babain.
Zonja Agnesa, tha Roza, do të na duhet të flasim për ilaçet që Teo po merrte. Sigurisht, e dashur. Kam të gjithë dokumentacionin mjekësor në shtëpi. Dërë Filip e ka ndjekur Teodorin prej muajsh për të trajtuar ankthin e tij të rëndë. Është një gjendje delikate që kërkon kujdes të vazhdueshëm. Avokati që shoqëronte Agnesën bëri një hap përpara. Unë jam Dërë Aron Olluari. Përfaqësoj familjen Sallen në çështjet ligjore. Do të doja të sqaroja se çdo pyetje rreth kujdesit mjekësor të duhur duhet të drejtohet nëpërmjet kanaleve të duhura, me gjithë dokumentacionin ligjor të nevojshëm. Mesazhi ishte i qartë, Agnesa ishte e përgatitur për një betejë ligjore të plotë, me të gjitha municionet burokratike dhe ndikimin e nevojshëm. Marku shikoi Teodorin, i cili tani ishte dukshëm më pak i gjallë, sikur vetë prania e Agnesës të sillte pas një apati që ishte zhdukur gjatë qëndrimit të tij në spital. Kur mund ta shoh Teodorin sërish, pyeti Marku. Sipas vendimit gjyqësor. Fundjavat alternative, u përgjigj Dërë Aron thatë. Por duke marrë parasysh hetimin në vazhdim. U përpoq Roza. Nuk ka hetim zyrtar, e ndërpreu avokati. Ka një keqkuptim mjekësor që tashmë është sqaruar nga profesionistët kompetentë. Fëmia është i shëndetshëm dhe duhet të kthehet në ambientin e tij të qëndrueshëm dhe familjar. Fiona vëzhgoi Teodorin duke u marrë nga Agnesa, duke vënë re se si supet e vogla të fëmijës dukeshin sikur përkuleshin lehtë, sikur ai po përgatitej për diçka të pakëndshme. Ishte një imazh që do të mbetej i gdhendur në kujtesën e saj për ditët e vështira që do të vinin. Kishin kaluar 2 javë që kur Teo ishte kthyer nën kujdesin e Agnesës dhe Marku ndihej sikur po jetonte një makth në lëvizje të ngadaltë. Çdo ditë që kalonte pa parë djalin dukej një amshim, veçanërisht duke ditur atë që tani dyshonte se po ndodhte në atë shtëpi. Fiona gjeti Markun në kafenen e vogël pranë gjykatës së Tiranës, ku ai priste seancën e tij të vlerësimit të aftësisë prindërore. Ajo kishte marrë leje mjekësore, diçka që nuk e kishte bërë kurrë në 15 vjet karrierë, duke pretenduar stres profesional. Teknikisht, ishte e vërtetë. Presioni për të braktisur Teodorin dhe Markun kishte krijuar tek ajo një tension që nuk mund ta injoronte. Si je? Pyeti ajo, duke u ulur në tavolinën diskrete në fund të lokalit. Marku dukej se ishte plakur vite në 2 javë. Kishte rrath të thellë nën sy dhe duart i dridheshin lehtë kur çoi filxhanin e kafes në buzë. Kam gjetur një avokat, tha ai, duke u përpjekur të tingëllonte shpresë plot. Dërë Viktor Limani. Ai është i specializuar në të drejtën familjare dhe tha se kemi shanse reale. Kjo është e mrekullueshme. Dhe si po përgatitesh për vlerësimin? Kam bërë terapi intensive, kam organizuar të gjithë dokumentacionin e jetës sime në 2 vitet e fundit, kam marrë letra rekomandimi nga puna, nga fqinjet, madje edhe nga mësuesja e Teodorit. Marku ndaloi duke përzier sheqer në kafen që tashmë ishte e ëmbël. Por kam frikë, Fiona. Po sikur të mos jetë e mjaftueshme? Fiona kishte shqetësimet e saj. Në ditët e fundit kishte bërë hetimet e saj jo zyrtare dhe ajo që kishte zbuluar ishte shqetësuese. Marku, duhet të them disa gjëra që zbulova për Agnesën. Ai ngriti syt, një përzierje shprese dhe ankthi në shprehjen e tij. Fola jo zyrtarisht me disa kolegë që punojnë në sektor të ndryshëm. Agnesa vërtet ka ndikim të konsiderueshëm në qytet. Ajo punon prej 20 vjetësh në asistencën sociale, një gjyqtar, prokuror, ka lidhje kudo që ka rëndësi. E imagjinoja këtë. Por zbulove diçka specifike? Zbulova se ajo ka kaluar një situatë të ngjashme më parë. Marku u drejtua në karrige. Si kështu? 10 vjet më parë, Agnesa kishte kujdestarinë e përkohshme të një nipi tjetër, djalit të një motre të gruas së saj të ndjer Ana. Fëmia paraqiti simptoma të ngjashme me ato të Teodorit, përgjumje e tepërt, probleme sjelljeje, shtrime të shpeshta në spital. Çfarë ndodhi? Nëna e fëmijës luftoi për kujdestarinë sërish dhe ia doli. Pasi fëmia u largua nga shtëpia e Agnesës, problemet mjekësore thjesht u zhdukën. Marku shtrëngoi grushtet mbi tavolinë. Pse ky informacion nuk u shfaq më parë? Sepse u mbulua. Nëna nuk donte të krijonte skandal publik. Agnesa ka miq të fuqishëm dhe familja preferoi të zgjidhte të gjitha në mënyrë diskrete, pa procese penale. Arrite të flasësh me atë nën? Fiona hezitoi. U përpoqa. Ajo u zhvendos në një qytet tjetër menjëherë pas kësaj.
por arrita të flas me një infermiere që punoi në rastin në atë kohë. Ajo I kujtonte dyshimet mjekësore, por tha se kur nuk arritën të provonin asgjë përfundimisht. Telefoni I Markut ra. Ishte Dr. Viktor Limani, avokati I tij. Marku, kam lajme të mira dhe të këqija. Lajmi I mirë është se arritëm të caktojmë një vizitë në shtëpi për nesër, ku ti mund të demonstrosh kushtet e tua të banimit dhe përgatitjen për t'u kujdesur për Teodorin. Lajmi I keq është se Agnesa kërkoi një vlerësim psikologjik tëndin, duke pretenduar shqetësime për stabilitetin tënd emocional. Marku e vendosi telefonin në altoparlant që Fiona të dëgjonte. Çfarë lloj vlerësimi? Pyeti Marku. I plot. Intervista, teste psikologjike, analizë e historikut. Do të zgjas disa javë. Dhe Marku ajo solli një psikolog që do të dëshmoj për rreziqet që ti të kesh kujdestarinë e Teodorit. Marku mbylli telefonin dhe mbështeti kokën në duar. Ajo është gjithmonë një hap para, murmuriti. Fiona ndjeu një valë vendosmërie që rritej në gjoksin e saj. Vitet e punës policore kishin zhvilluar tek ajo një neveri të thellë ndaj padrejtësisë, veçanërisht kur përfshinte njerëz të pambrojtur që manipuloheshin nga ata në pozita pushteti. Marku, a e ke parë Teodorin që kur u kthye në shtëpinë e saj? Vetëm një herë, fundjavën e kaluar. Dhe ai ishte I çuditshëm. Apatik sërish. Sikur I gjithë progresi që pam në spital të ishte zhdukur. A tha diçka? Ai pyeti pse nuk mund të qëndronte me mua gjatë javës. Tha se ndihej më I zgjuar kur ishte me mua. Marku shikoi Fionën me sy të përlotur. Si ti shpjegoj një djali 7 vjeçar se drejtësia beson më shumë gjyshen manipuluese se sa babain që e do? Fiona nuk kishte përgjigje për atë pyetje. Por ajo dinte se kishte mënyra për të mbledhur prova që mund të bënin ndryshimin. Marku, a do të më besonit për të bërë diçka që mund të jetë e rrezikshme? Ai e shikoi drejt në sy. Fiona, ti je e vetmja person që më besoi që në fillim. Sigurisht që të besoj. Kam nevojë për akses në shtëpinë e Agnesës kur ajo nuk është. Kam nevojë të shoh si I mban ilaçet, të kërkoj prova se ajo po shpik simptoma mjekësore. Kjo nuk është shkelje prone? Teknikisht, po. Por nëse gjejmë prova se një fëmijë po drogohet sistematikisht, çdo gjyqtar do të merrte parasysh rrethanat lehtësuese. Marku heshti për një kohë të gjatë. Agnesa del për të bërë pazar çdo të enjte në mëngjes. Qëndron jashtë për 2 ose 3 orë. I ke çelësat? Ana më dha një kopje vite më parë për emergjenca. Nuk e kam përdorur kur pasi humbëm kujdestarin. E enjtja është nesër. Përpara se Marku të mund të përgjigjej, telefoni I tij ra sërish. Këtë herë ishte një numër që ai nuk e njihte. Alo? Zotëri Marku? Këtu është doktoresha Kiara nga Spitali Rajonal. Më falni që po ju telefonoj direkt, por duhet të flas me ju me urgjencë. Fiona I bëri shenjë që ta vendoste sërish në altoparlan. Mund të flisni, doktoresh. Teo sol në spital sot në mëngjes. Agnesa tha se pati një krizë ankthi gjatë natës. Por kur e ekzaminova, gjeta simptoma që përputheshin sërish me sedacion të tepërt. Marku u zbe. Si është ai? I stabilizuar, por I përgjumur. Marku, duhet të them diçka konfidencialisht. Arrita të marr mostra gjaku përpara se Agnesa të mbërrinte me mjekun e saj të familjes. Nëse dyshimi im është I saktë, do të kemi prova laboratorike këtë herë. A mund ta shoh? Agnesa ka ndaluar vizitat që nuk janë në ditët e caktuara nga drejtësia. Por Marku, një infermiere që njihte gruan tuaj Anën më tregoi disa gjëra rreth historisë së familjes që mendoj se duhet t'i dini. Çfarë gjërash? Agnesa gjithmonë ka pasur një nevojë të tepruar për kontroll. Edhe kur Ana ishte gjallë, ajo përpiqej të ndërhynte vazhdimisht në rritjen e Teodorit. Ana madje ka folur me mua për presionet që vuante nga vjera. Marku gëlltiti me vështirësi. Ana nuk më tregoi kur këtë. Ajo nuk donte të krijonte probleme në familje. Por sipas kësaj infermiereje, Agnesa gjithmonë besonte se dinte më mirë se të gjithë si të kujdesej për fëmijët. Dhe ajo gjithmonë ka pasur akses të lehtë në ilaçe nëpërmjet kontakteve të saj në asistencën sociale. Heshtja në linjë u theu nga një zhurmë në sfond në spital. Duhet të mbyll, Agnesa po kthehet.
Por Marku, rezultatet e analizave do të jenë gati në 48 orë. Nëse konfirmojnë atë që dyshoj, do të kesh prova të pakundërshtueshme. Pasi mbylli telefonin, Marku shikoi Fionën me një shprehje të vendosur që ajo nuk e kishte parë më parë. Do ta bëjmë këtë. E enjte në mëngjes. Duhet të gjejmë provat përpara se ajo t'i fsheh ose t'i shkatërrojë. Fiona pohoi me kokë. Do të kemi vetëm një shans. Nëse na kapin, situata jote ligjore do të bëhet edhe më keq. Dhe nëse nuk bëjmë asgjë, djali im do të vazhdojë të drogohet sistematikisht nga një grua që preferon një fëmijë letargjik ndaj një fëmije të shëndetshëm. Atë natë, Fiona nuk mund të flinte. 15 vjet karrierë policore duke respektuar ligjin me përpikëri dhe tani po planifikonte të hynte në pronën e një qytetarie të respektuar për të kërkuar prova të abuzimit me fëmijë. Ishte një vijë që kur nuk e kishte imagjinuar se do ta kalonte. Por sa herë që mbyllte sytë, shite fytyrën e Teodorit në spital, të zgjuar dhe plot jetë, duke kontrastuar me apatien që ai shfaqte pasi kalonte disa ditë me Agnesën. Kishte fëmijë që vareshin nga të rritur të guximshëm sa duhet për të bërë gjën e duhur, edhe kur ajo gjë e duhur nuk ishte saktësisht brenda ligjit. Mëngjesin pasardhës, në orën 9:15 të së enjtes, Marku dhe Fiona ishin parkuar përballë shtëpisë së Agnesës. Ajo kishte dalë 15 minuta më parë, duke ndjekur rutinën e saj javore me saktësinë që Agnesa demonstronte në të gjitha aspektet e jetës së saj të kontrolluar. Shtëpia ishte imponuese, 2 kate, kopshti mirëmbajtur në mënyrë perfekte, një shprehje arkitekturore respektueshmërie dhe stabiliteti. Ishte pikërisht lloji i vendit që çdo sistem gjyqësor do ta konsideronte ideal për të rritur një fëmijë. Shansi i fundit për të ndryshuar mendje, tha Fiona. Marku shikoi shtëpinë ku djali i tij po dëmtoi sistematikisht në pamjen e kujdesit të dashur. Le të hyjmë, tha ai, duke hapur derën e makinës. Chelsea u rrotullua butësisht në brav dhe Marku ndjeu një dridhje të ftohtë përgjatë shtyllës kurrizore kur shkeli sërish në shtëpinë ku Ana ishte rritur. Aroma familjare e livandës dhe produkteve të pastrimit i solli kujtime të dhimbshme të kohërave më të lumtura, kur vizitonin Agnesën si familje e bashkuar përpara se gjithçka të shkatërrohej. Fiona hyri pas tij, duke mbyllur derën në heshtje. Shtëpia ishte e organizuar në mënyrë të përsosur, çdo objekt në vendin e tij të caktuar, një demonstrim vizual i kontrollit të përpikt që Agnesa ushtronte mbi të gjitha aspektet e jetës së saj. Nga fillojmë, murmuriti Marku. Ilaçet së pari. Zakonisht janë në banjën kryesore ose në kuzhinë, u përgjigj Fiona, përvoja e saj policore duke orientuar kërkimin. Ata u drejtuan në katin e sipërm. Dhoma e Teodorit ishte në fund të korridorit, dera e zbukuruar me vizatime fëmijësh që Agnesa i kishte lejuar të ngjiste, një lëshim i llogaritur ndaj pamjes së gjyshes së dashur. Marku ndaloi përballë dhomës me dorën në dorez. Mund thjesht dua të shoh si po mbahet këtu. Fiona pohoi me kokë dhe ata hynë në dhomën e fëmijës. Në shikim të parë, dukej si ambienti i përsosur për një djalë 7 vjeçar. Krevat i rregulluar me jorgan superheronish, rafti mbushur me libra, lodra të rregulluara me kujdes. Por Fiona, e trajnuar për të vëzhguar detajet, vuri re aspekte shqetësuese. Marku, shiko këtë. Ajo tregoi drejt tavolinës së natës. Kishte një gotë të vogël plastike dhe një shishe shurup. Pse një fëmijë i shëndetshëm do të kishte ilaçe pranë krevatit? Marku mori shishen. Shurup për kollën. Por Teo nuk po kollitej kur e pash në fundjavë. Fiona ekzaminoi etiketën. Ky është një shurup me kodein. Shkakton përgjumje intensive të fëmijët. Dhe shiko datën e skadencës, u ble vetëm 3 ditë më parë. Ata vazhduan hetimin duke gjetur më shumë shishe me ilaçe në banjon e sujtës kryesore të Agnesës. Sasia ishte alarmuese, anksiolitik, qetësues të lehtë, shurupe me përbërës që shkaktonin letargji, të gjitha me receta nga mjek të ndryshëm. Fiona, shiko këtë. Marku po shfletonte një ditar që kishte gjetur në tavolinën e studimit të Agnesës. Ajo shënon gjithçka këtu. Oraret e medikamentit, episode ankthi, takimet mjekësore. Fiona u afrua dhe lexoi mbi shpatullën e Markut. Shënimet ishin të përpikta dhe zbuluese, Teo shumë i agitacionuar sot, rrit dozën e natës, episod qarjeje, administro qetësues shtesë, vizita e babait nesër, përgatitu për simptoma. O Zot, murmuriti Fiona. Ajo po dokumenton si po manipulon gjendjen e tij mendore.
Marku ktheu faqet duke gjetur regjistra që datonin muaj më parë. Agnesa kishte krijuar një sistem kompleks medikamentesh duke ndryshuar dozat sipas lehtësisë së saj, gjithmonë me justifikime mjekësore dukshëm legjitime. Këtu, tha Marku, duke treguar një shënim specifik. Në ditën që u takuam në rrugë, Teo pati një episod para vizitës prindërore, apliko protokollin e emergjencës. Ajo e planifikoi atë, Fiona. Ajo e medikamentoi qëllimisht për të krijuar një urgjencë mjekësore gjatë vizitës sime. Fiona fotografoi diskretisht faqet me celularin e saj. Ishte provë rrethanore, por mjaft e fuqishme për të mbështetur dyshimet e saj. Ishte atëherë kur dëgjuan zhurmën e një makine në hyrje. Ajo u kthye herët, pëshpëriti Marku, paniku i dukshëm në zërin e tij. Fiona vrapoi drejt dritares. Ishte Agnesa, duke zbritur nga sedani i saj me disa çanta pazari. Por kishte diçka ndryshe në qëndrimin e saj, një urgjencë që sugjeronte se ajo dyshonte për diçka. Kemi 2 minuta para se të hyj në shtëpi, tha Fiona. Kam nevojë për më shumë prova fizike. Ata vrapuan sërish në banjë, ku Fiona fotografoi shpejt të gjitha shishet e ilaçeve, duke u fokusuar te etiketat me data dhe receta. Marku mori disa pilula nga çdo shishe, duke i vendosur në zarfe të vegjël letre që Fiona kishte sjell. Zhurma e Chelsit në derën kryesore jehoi nëpër shtëpi. Teo? Agnesa erdhi, i dashur. Zëri i Agnesës dëgjohej nga kati i poshtëm. Marku ngriu në shkallë. Teo nuk është këtu. Ai duhej të ishte në shkollë. Atëherë pse Agnesa po flet sikur ai të ishte në shtëpi? Fiona ndjeu një të dridhur të ftohtë përgjatë shtyllës kurrizore. Përgjigjja erdhi në formën e një zëri të dobët që vinte nga ajo që dukej si bodrumi. Gjyshe? Jam këtu poshtë. Zëri i Teodorit tingëllonte letargjik, i largët, krejtësisht ndryshe nga fëmia i gjallë që Fiona kishte parë në spital. Agnesa zbriti shkallët që të çonin në bodrum, dhe Fiona shfrytëzoi rastin për të lëvizur në heshtje drejt shkallëve që të çonin në bodrum. Ajo që pa e bëri të ndiej të përziera. Teo ishte shtrirë në një divan në bodrum, një televizor i ndezur në ndonjë program për fëmijë, por sytë e tij ishin të fiksuar, vetëm gjysmë të mbyllur. Kishte një gotë lëng gjysmë të zbrazur pranë tij, dhe Agnesa po mbante një shishe tjetër ilaçi. Ora e ilaçit tënd, i dashur. Kjo do të bëj të ndihesh më mirë. Nuk dua, gjyshe. Nuk ndihem keq. Dua të shkoj në shkollë. Je i sëmur, Teo. Mbaj mend? Prandaj duhet të rish në shtëpi dhe të marrësh ilaçet. Fiona pa Agnesën duke derdhur një sasi të bollshme shurupi në lugë, një dozë që dukej e tepërt edhe për një të rritur. Por unë ndihem mirë kur nuk e marr ilaçin, protestoi Teodobët. Mos thuaj marrëzi. Ti ke një gjendje serioze që kërkon trajtim. Tani, hap gojen. Ishte në këtë moment që Fiona mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ajo zbriti shkallët duke zbuluar praninë e saj. Agnesa, ndalo menjëherë. Agnesa u kthye shpejt, lugën e ilaçit ende në dorë. Shpreha e saj kaloi shpejt nga frika në indinjat të llogaritur. Çfarë po bën në shtëpinë time? Kjo është shkelje prone. Fiona? Teo ul në divan, sytë e tij duke fituar pak më shumë fokus. Ti, Fiona, erdhe të më shohësh? Përshëndetje, Teo. Po, erdha të shoh. Fiona mbajti zërin e qetë, por sytë e saj ishin të fiksuar të shishja e ilaçit në duart e Agnesës. Marku u shfaq në shkallë pas saj. Baba. Teo u përpoq të ngrihej, por u lëkund pak. Baba, unë jam mirë, por gjyshja thot se duhet të marr ilaçe. Shpreha e Agnesës u ngurtësua kur pa Markun. Ti e solle këtë burr në shtëpinë time? Pas gjithë asaj që folëm për kufit dhe protokollet? Agnesa, tha Marku, duke zbritur shkallët, duhet të flasim për atë që po ndodh me Teodorin. Ajo që po ndodh është se djali yt ka probleme serioze ankthi që kërkojnë trajtim mjekësor të vazhdueshëm. Diçka që ti, padyshim, nuk je në gjendje ta kuptosh apo ta menaxhosh. Fiona ju afrua Teodorit duke vëzhguar simptomat e tij nga afër. Fëmia ishte qartësisht në ndikimin e qetësuesve, por ende mjaft i vetëdijshëm për t'i njohur ata dhe për t'u përpjekur të ndërvepronte. Agnesa, çfarë ilaçi është ky? Pyeti Fiona, duke treguar shishen. Asgjë që të takon ty, ti nuk ke autoritet ligjor këtu. Kam autoritet moral.
Dhe kam prova për atë që po i bën këtij fëmije. Heshtja në bodrum u theu vetëm nga zhurma e televizorit. Agnesa shikoi nga fjonat e Marku duke llogaritur opsionet e saj. Prova për çfarë? Për të kujdesur siç duhet për një fëmijë me nevoja mjekësore të veçanta? Për të ndjekur receta mjekësore legjitime? Marku bëri një hap përpara. Agnesa, gjetëm ditarin tënd. Ne e dim se ti po dokumenton si i manipulon ilaçet e tij sipas dëshirës tënde. Maska e gjyshes së përkushtuar filloi të rrëshiste nga fytyra e Agnesës. Ti ke kontrolluar shtëpinë time? Ke shkelur privatësinë time? Ti po e drogon djalin tim sistematikisht. Zëri i Markut u ngrit për herë të parë, vite frustrimi dhe zemërimi të përmbajtur më në fund shpërthyen. Teo u shtrëngua në divan, i trembur nga konflikti. Fiona menjëherë ju drejtua atij. Teo, gjithçka do të jetë mirë. Askush nuk është zemëruar me ty. Unë thjesht dua që grindjet të ndalojnë, murmuriti ai. Dua të qëndroj me babin tim dhe të mos marr më ilaçe që më bëjnë të fle. Deklarata e pafajshme e fëmijës jehoi në hapësirë si një rrëfim. Agnesa kuptoi se kishte humbur kontrollin e situatës. Ju nuk kuptoni asgjë. Teo është një fëmijë i vështirë, hiperaktiv, ankthios. Pa medikamente të duhura, ai bëhet i pakontrollueshëm. Unë po e mbroj nga vetja e tij. Ti po mbron veten tënde, replikoi Fiona. Është më e lehtë të kujdesesh për një fëmijë të qetësuar se sa për një fëmijë normal dhe energjik. Si guxon të më gjykosh? Unë u kujdesa për këtë fëmijë kur Marku ishte një rënoj emocionale e paftë të kujdesej për veten. Dhe ti e shfrytëzove atë situatë për të marrë kontroll të plot mbi Teodorin, duke përdorur medikamentet si mjet kontrolli. Agnesa shtrëngoi shishen e ilaçit në duart e saj, qetësia e saj më në fund u shpërb plotësisht. Teo ka nevojë për strukturë. Disiplinë. Ai duhet të mësoj se nuk mund të bëj thjesht çfarë të doj kur të doj. Ai është 7 vjeç, Agnesa, tha Marku, duke marrë djalin në krah. Ai duhet të luante, të mësonte, të rritej. Jo të mbahej në gjendje letargjie për lehtësinë tënde. Në atë moment, sirenat u dëgjuan jashtë. Fiona kishte aktivizuar diskretisht urgjencën gjatë konfrontimit. Ti thire policin? Agnesa e shikoi me mosbesim. Thira shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve. Dhe një ambulancë për të siguruar që Teo të marrë vlerësim mjekësor të duhur. Agnesa u drejtua shpejt drejt shkallëve, por Fiona i bllokoi rrugën. Agnesa, ka mbaruar. Kemi prova fizike, dokumentacion të shkruar dhe tani dëshmi direkte për atë që po bëje. Gruaja që për muaj të tërë kishte manipuluar sistemet ligjore dhe mjekësore nëpërmjet ndikimit dhe lidhjeve, më në fund ishte ngujuar nga prova konkrete dhe të pakundërshtueshme. Marku mbajti Teodorin fort, duke i përshpëritur fjalë ngushëllimi, ndërsa fëmia gradualisht filloi të kuptonte se jeta e tij ishte gati të ndryshonte thelbësisht. Viti që pasoi ishte një rrugëtim emocional për të gjithë të përfshirët, por veçanërisht për Teodorin, i cili duhej të kalonte një proces të kujdesshëm detoksifikimi nga medikamentet që ishte detyruar të merrte për kaq kohë. Doktoresha Kiara mbikëqyri personalisht shërimin e tij dhe rezultatet ishin të jashtëzakonshme. Marku mori kujdestarinë emergjente të Teodorit në të njëjtën ditë të konfrontimit me Agnesën. Analizat toksikologjike të kryera menjëherë pas shpëtimit konfirmuan praninë e qetësuesve të shumtë në nivele të rrezikshme për një fëmijë. Ditari i gjetur në shtëpinë e Agnesës, i kombinuar me shishet e ilaçeve dhe fotografitë që Fiona kishte mbledhur, përbënin prova të pakundërshtueshme të manipulimit sistematik. Agnesa u largua ligjërisht nga çdo kontakt me Teodorin, përveç vizitave mujore të mbikëqyrura që ajo kur nuk zgjodhi t'i bënte. Procesi gjyqësor zbuloi se ajo kishte zhvilluar një nevojë obsesive për kontroll pas humbjes së vajzës së saj Ana, duke kanalizuar dhimbjen e saj në një përpjekje për ta mbajtur Teodorin përgjithmonë të varur dhe të nënshtruar. Ajo u detyrua të kalonte në mbikëqyrje psikologjike dhe i u pezullua licenca për të punuar me asistencën sociale. Dr. Filip, mjeku që kishte përshkruar medikamentet e papërshtatshme, u hetua nga këshilli mjekësor dhe licenca e tij u rishikua. U zbulua se ai ishte manipuluar nga Agnesa, e cila përdorte pozicionin e saj në asistencën sociale për të ndikuar profesionistët e shëndetësisë nëpërmjet marrëdhënieve personale dhe favoreve burokratike. Fiona mori vendimin më të rëndësishëm të karrierës së saj, kërkoi transferim nga policia rrugore për të specializuar në mbrojtjen e fëmijëve dhe adoleshentëve.
Ajo përdori përvojën me Teodorin si motivim për t'ju përkushtuar plotësisht rasteve që përfshinin cenueshmërinë e fëmijëve. Mbikëqyrja e saj fillestare u ndje e shqetësuar me ndryshimin, por rezultatet e marra në rastin e Teodorit provuan se ajo kishte gjetur thirrjen e saj të vërtetë. Marku lulëzoi si baba beqar në një mënyrë që befasoi edhe veten e tij. Me Teodorin më në fund të lirë nga medikamentet, ai rizbuloi personalitetin e shkëlqyer dhe energjik të djalit që ishte shtypur për kaq kohë. Djali u bë sërish kureshtar, lozonjar, pyetës, pikërisht siç duhej të ishte një fëmijë i moshës së tij. Procesi i shërimit nuk ishte i thjeshtë. Teo kaloi muaj duke bërë terapi për të kuptuar pse ishte ndjerë duke fjetur zgjuar për kaq kohë. Gradualisht, ai filloi të kuptonte se nuk kishte asgjë të gabuar me të, se energjia dhe kureshtja e tij natyrale ishin karakteristika pozitive që duheshin festuar, jo shtypur. Marku u kthye në punë me motivim të ri për të rirë, u zhvendos në një apartament më të madh, dekoroi dhomën e Teodorit me ngjyrat që djali zgjodhi dhe vendosi rutina që lejonin të dy të rriteshin së bashku. Ai mësoi të navigonte sfidat e prindërimit beqar pa u përpjekur të kontrollonte çdo aspekt të personalitetit të gjallë të djalit të tij. Lidhja mes Markut dhe Fionës u rrit natyrshëm gjatë procesit ligjor dhe shërimit të Teodorit. Nuk ishte një romancë filmi, por më tepër një lidhje e thellë e bazuar në respekt të ndërsjellë, qëllime të përbashkëta dhe një kuptim se të dy ishin transformuar thelbësisht nga ajo përvojë. 3 vjet më vonë, në një pasdite të diellshme të shtunë, Fiona po dilte nga një restorant në qendër të qytetit kur dëgjoi një zë të njohur duke thirrur emrin e saj. Teze Fiona. Teze Fiona. Ajo u kthye dhe pa Teodorin duke vrapuar drejt saj, tani një djalë 10 vjeçar, i gjatë për moshën e tij, me flokë të çrregullt nga era, buzëqeshje të madhe dhe sy që shkëlqenin me inteligjencën dhe gjallërinë që ajo kujtonte nga spitali, por të amplifikuara nga shëndeti dhe lumturia. Teo. Sa shumë je rritur. Fiona e përqafoi, duke ndjerë një val emocioni kur pas sa shkëlqyeshëm ishte shëndeti i tij. Marku u afrua, gjithashtu dukshëm i transformuar. Kishte një lehtësi në sytë e tij, një besim në qëndrimin e tij që nuk ekzistonte kur ajo e takoi atë pasdite në rrugë, 3 vjet më parë. Fiona, çfarë rastësie e pabesueshme që të takoj këtu. Si jeni? Teo, më tregoj gjithçka. Unë jam shkëlqyeshëm. Jam në klasën e 4, luaj futboll, mësova të ngaz biçikletën pa rrota ndihmëse dhe babi më mësoi si të bëj petulla. Fjalët dolën si rrëke, duke demonstruar energjinë natyrale që ishte shtypur për kaq shumë kohë. Dhe ti, Marku? Si je? Më mirë se sa kisha imagjinuar ndonjëherë se do të ishte e mundur. Teo dhe unë ne gjetëm ritmin ton, e kupton? Kemi rutinën ton, momentet tona të çmendurisë, aventurat tona. Ai më mëson aq shumë sa unë e mësoj atë. Fiona buzëqeshi, duke kujtuar burrin e dëshpëruar që kishte takuar në anë të rrugës. Transformimi ishte i jashtëzakonshëm. Dhe si është puna, teze Fiona? Babi më tha se ti ndihmon fëmijë të tjerë siç më ndihmove mua. Pikërisht kështu, Teo. Mbaj mend kur ishe gjithmonë i përgjumur dhe nuk mund të luaje siç duhet. Tani unë punoj për të siguruar që fëmijët e tjerë të mos kalojnë nëpër këtë. Kjo është shumë e mrekullueshme. Ti je si një superhero. Marku qeshi. Ai nuk gabon. Fiona, ne të dy e dim se jeta jon do të ishte krejtësisht ndryshe nëse ti nuk do të kishe vendosur të na ndihmoje atë ditë. Ju shpëtuat veten. Unë thjesht dhash një shtytje të vogël. Ti Fiona, a mund të vish të darkosh me ne sot? Babi bën makaronat më të mira në botë dhe unë mund të tregoj projektin tim të shkollës për profesionet që ndihmojnë njerëzit. Fiona shikoi Markun, i cili pohoi me kokë me entuziazëm. Do të më pëlqente. Por vetëm nëse më premton se do të më mësosh edhe si të bëj petulla. Premtoj. Do të jetë argëtuese. Ndërsa ecnin së bashku në rrugë, Teo duke kërcyer mes dy të rriturve, duke treguar histori për shkollën, miqt dhe zbulimet e tij të fundit se si funksionojnë makinat e policisë, Fiona reflektoi se si jeta mund të ndryshojë me një vendim të vetëm. 3 vjet më parë, ajo kishte shkelur të gjitha protokollet që kishte ndjekur me përpikëri për 15 vjet, thjesht sepse diçka i kishte thënë se një fëmijë kishte nevojë për ndihmë. Ky vendim jo vetëm shpëtoi Teodorin dhe ribashkoi familjen e tij, por gjithashtu i zbuloi asaj një qëllim që as nuk e dinte se po e kërkonte. Marku ishte bërë babai që gjithmonë kishte potencialin të ishte, por që kishte nevojë për mundësinë dhe besimin për ta zbuluar.
Teo ishte transformuar në një fëmijë të gjallë dhe të shëndetshëm, i lirë të ishte pikërisht ai që ishte pa ilaçe që ndryshonin personalitetin e tij natyral. Dhe Fiona kishte zbuluar se thirrja e saj e vërtet nuk ishte të patrullonte rrugët dhe të aplikonte gjoba, por të mbronte më të pambrojturit dhe t'u jepte zë atyre që nuk mund të mbronin veten. Teze Fiona, tha Teo ndërsa arrinin në ndërtesën ku Marku tani jetonte, faleminderit që na ndihmove atë ditë. Babi më tregoi të gjithë historinë kur u rrita më shumë për të kuptuar. Faleminderit që më ndihmove të zbuloj kush jam vërtet, Teo. Ai buzëqeshi me pafajësinë e një fëmije që u rrit i sigurt dhe i dashur. Jemi një familje disi e çuditshme, apo jo? Pa qenë të afërm gjaku, por duke u kujdesur për njëri tjetrin gjithsesi. Marku qeshi, duke i ngatëruar flokët djalit. Familja më e mirë që mund të imagjinoja, kampion. Ndërsa ngjiteshin shkallët për në apartament, Fiona mendoi për të gjithë fëmijët që kishte ndihmuar në 3 vitet e fundit, të gjitha familjet që kishte ribashkuar, të gjitha rastet ku përvoja dhe intuita e saj kishin bërë ndryshimin. Secila prej tyre ishte, në një farë mënyre, një zgjatim i asaj pasditeje kur ajo vendosi të ndalonte, të shikonte me kujdes dhe të vepronte. Atë natë, gjatë darkës me makarona shtëpie dhe petulla për ëmbëlsirë, ata qeshën së bashku, treguan histori, dhe festuan pa e kuptuar mrekullinë e heshtur të njerëzve të zakonshëm që zgjodhen të kujdeseshin për njëri tjetrin kur kishin më shumë nevojë. Vite më vonë, Teo do të bëhej psikolog i specializuar në trauma fëmijësh, i frymëzuar nga përvoja e tij dhe nga shembulli i guximit që pa tek të rriturit që e shpëtuan. Marku do të vazhdonte të ishte një baba i pranishëm dhe i dashur, por gjithashtu do të bëhej një avokat vullnetar për prindërit që luftonin për fëmijët e tyre në situata të ngjashme me të tijën. Dhe Fiona? Fiona do të vazhdonte të shpëtonte fëmijë, një vendim i guximshëm në një kohë, gjithmonë duke kujtuar se ndonjëherë ndryshimi midis një jete të shkatëruar dhe një jete të plotë qëndron te një i rritur i gatshëm të ndalojë, të vëzhgojë dhe të veprojë kur sheh një fëmijë që ka nevojë për mbrojtje. Gjatë muajve të parë pas fitimit të kujdestarisë përfundimtare, Marku u përball me sfida që kur nuk i kishte imagjinuar. Teo, i lirë nga medikamentet që maskonin personalitetin e tij të vërtet, u zbulua si një fëmijë jashtëzakonisht inteligjent dhe energjik. Kishte mëngjese kur Marku zgjohej me zhurmën e Teodorit duke çmontuar ndonjë lodër për të kuptuar si funksiononte, ose gjente vizatime të shpërndara nëpër të gjithë dhomën, fryt i kreativitetit që më në fund mund të shprehej lirshëm. Baba, pse makina ecën kur ti shkel pedalin, pyeti Teo një mëngjes të dielash, ndërsa po hanin mëngjes në apartamentin e vogël që Marku kishte marrë me qira pranë shkollës së djalit. Marku buzëqeshi, duke kujtuar se si këto pyetje të vazhdueshme ishin bërë muzikë për veshët e tij. Gjatë muajve që Teo kishte qenë nën kujdesin e Agnesës, kurreshtja natyrale e fëmijës ishte e fjetur, e zëvendësuar nga një apati artificiale që tani ai kuptonte se kishte qenë rezultat i medikamentimit të tepërt. Po sikur ta zbulojmë së bashku, mund të hapim kapakun e makinës dhe unë të tregoj pjesët kryesore. Sytë e Teodorit shkëlqyen me entuziazëm të vërtetë. Ishte një shprehje që Marku kishte harruar se ekzistonte, por që tani e shihte çdo ditë. Çdo zbulim, çdo moment kurreshtjeje e kënaqur, ishte një fitore e vogël kundër muajve të humbur. Telefoni ra, duke ndërprerë momentin. Ishte doktoresha Kiara, e cila ishte bërë jo vetëm mjekja e Teodorit, por një mikesh e ngushtë e familjes. Marku, kam rezultatet e analizave të fundit të Teodorit. Si janë? Marku ndjeu një piçkim të njohur ankthi. Edhe pas muajsh, ai ende kishte frikë të zbulonte efekte afatgjata nga medikamentet e papërshtatshme. Perfekte. Plotësisht normale. Nuk ka shenja të mbetura të asnjë substance në organizmin e tij dhe të gjithë treguesit e zhvillimit janë mbi mesataren për moshën. Marku mbylli syt duke ndjerë një lehtësim të thellë. Faleminderit, doktoresh. Për gjithçka. Marku, a mund të pyes diçka? Si po e përballon gjithë këtë? E di që nuk ka qenë e lehtë. Ishte e vërtetë. Edhe pse Teo po lulëzonte, Marku ende përballej me momente pasigurie të thellë. Kishte net kur zgjoi duke kontrolluar nëse djali ishte mirë, i munduar nga faji që nuk kishte kuptuar më parë çfarë po ndodhte. Kishte ditë kur vinte në dyshim çdo vendim që merrte si baba, duke pasur frikë të përsëriste gabimet që i kishin lejuar Agnesës të merrte kontrollin mbi jetën e tyre. Disa ditë janë të vështira, pranoi ai. Por Teo më ndihmon më shumë se sa ai mendon. Sa herë që e shoh duke qenë thjesht një fëmijë normal, kujtoj pse ja vlen.
Pasi mbylli telefonin, Marku vëzhgoi Teodorin duke vizatuar në tavolinën e kuzhinës. Ishte një vizatim i familjes, ai, Marku dhe Fiona, të gjithë duke buzëqeshur në një diell të verdh shkëlqyes. Në cepin e poshtëm, kishte shkruar me shkronja ende fëmijërore, familja ime e vërtetë. Teo, a e konsideron teze Fionën pjesë të familjes son? Djali ngriti syt nga vizatimi. Sigurisht, baba. Ajo na shpëtoi. Dhe ajo gjithmonë vjen të na vizitoj dhe shqetësohet për ne. Familjet nuk kanë nevojë të jetojnë në të njëjtën shtëpi, apo jo? Urtësia e thjeshtë e fëmijës e preku Markun thellësisht. Teo kishte të drejtë. Fiona ishte bërë një prani konstante në jetën e tyre, jo nga detyrimi, por nga zgjedhja e vërtetë. Ajo merrte pjesë në shfaqjet shkollore të Teodorit, ndihmonte me detyrat e shtëpisë kur Marku duhej të punonte deri vonë dhe ishte bërë personi që ata thërrisnin së pari kur kishin nevojë për këshilla ose mbështetje. Atë pasdite, ndërsa Marku i tregonte Teodorit si funksiononte motori i makinës, ai mori një telefonat nga Fiona. Marku, duhet të them diçka të rëndësishme. Sapo dola nga një takim në departament. Më ofruan një gradim për të koordinuar programin shtetëror të mbrojtjes së fëmijëve. Fiona, kjo është e mrekullueshme. Urime. Faleminderit. Por do të thotë që do të udhëtoj më shumë, do të mbikëqyr raste në qytete të tjera. Jam e shqetësuar se do të largohem nga ju të dy. Marku shikoi Teodorin, i cili ishte plotësisht i zhytur në shqyrtimin e pjesëve të motorit. Fiona, kjo mundësi ekziston për shkak të përvojës që fitove duke na ndihmuar. Do të ishte gabim që ti ta refuzoje për shkakun ton. Por ju u bë të rëndësishëm për mua. Shumë të rëndësishëm. Kishte diçka në tonin e zërit të Fionës që bëri Markun të ndalonte. Gjatë muajve të fundit, ai kishte vënë re se si ajo shkëlqente kur ishte me ta, si merrte pjesë natyrshëm në ritualet familjare që ata kishin krijuar. Kishte momente kur ai pyeste veten nëse ndjenjat që po zhvillonte për të ishin të ndërsjellta, por gjithmonë hezitonte ta adresonte çështjen, duke pasur frikë të komplikuonte dinamikën që funksiononte aq mirë. Fiona, a do të doje të darkoje me ne sot? Teo po vdes të tregoj projektin e tij të shkollës. Do të më pëlqente. A mund të sjell ëmbëlsirë? Mund të sjellësh veten. Është e mjaftueshme. Atë natë, gjatë darkës, Teo i tregoi me entuziazëm Fionës për prezantimin e tij në shkollë mbi profesionet heroike. Fola për ty, teze Fiona. I tregova të gjithë klasës si ti shpëton fëmijët që janë në situata të rrezikshme. Dhe çfarë menduan shokët e tu të klasës? Ata mbetën të impresionuar. Mësuesja pyeti nëse ti mund të vije të flasësh në shkollë për punën tënde. Fiona shikoi Markun. Do të ishte një nder. Pasi Teo shkoi të flinte, Marku dhe Fiona u ulën në dhomën e vogël të ndenjes. Kishte një intimitet të rehatshëm mes tyre, i ndërtuar gjatë muajve të përvojave të përbashkëta dhe qëllimeve të përbashkëta. Marku, a mund të bëj një pyetje personale? Tha Fiona. Sigurisht. Si ndihesh për ne të tre? Këtë situatë që kemi krijuar? Marku zgjodhi fjalët e tij me kujdes. Ndihem sikur më në fund kam një familje të plotë sërish. Jo në të njëjtën mënyrë siç ishte me Anën, por diçka e re dhe e veçantë. Edhe unë ndihem kështu. Por shqetësohem nëse jemi të drejtë me Teodorin, duke e lejuar atë të lidhet aq shumë me mua kur nuk ka përkufizime të qarta për të ardhmen tonë. Fiona, Teo lidh me ty sepse ti kujdesesh vërtet për të. Pavarësisht se çfarë ndodh mes nesh në të ardhmen, ti gjithmonë do të jesh një figurë e rëndësishme në jetën e tij. Dhe po sikur të doja që të kishte diçka më specifike në të ardhmen tonë? Pyetja mbeti në ajër. Marku ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Edhe unë do të doja, pranoi ai. Por nuk dua që ti të ndjesh presion ose detyrim. Situata jon është komplekse. Marku, 3 vjet më parë, unë isha një oficer e policie e vetmuar, arritja më e madhe e së cilës ishte aplikimi efikas i gjobave. Sot, unë shpëtoj fëmijë për të jetuar, kam një djalë 10 vjeçar që më thërret teze dhe më do pa kushte, dhe jam e dashuruar me një burr që më frymëzon çdo ditë me përkushtimin dhe guximin e tij. Jam absolutisht e sigurt se kjo është jeta që zgjedh. Ata u puthën për herë të parë atë natë, 3 vjet pasi ishin takuar në një rrugë me pluhur, me urgjencën për të shpëtuar një fëmijë. Ishte një puthje që vulosi jo vetëm një romancë, por zyrtarizimin e një familjeje që tashmë ekzistonte në praktikë prej shumë kohësh.
Mëngjesin pasardhës, Teo i gjeti të dy duke pirë kafe së bashku dhe reagimi i tij ishte gëzim i pastër. Do të martoheni? Pyeti direkt. Marku dhe Fiona u shkëmbyen shikime duke qeshur. Ndoshta një ditë, kampion. Për momentin, po sikur të mësohemi me idenë e të qenit zyrtarisht një familje? A mund ta thëras teze Fionën nën Fion? Fiona ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Nëse do, Teo. Do të ishte një nder. Në muajt që pasuan, ata naviguan sfidat tipike të formimit të një familjeje të përzier, por me themelin e fortë të dashurisë së vërtetë dhe respektit të ndërsjellë. Fiona pranoi gradimin, por organizoi agjendën e saj për të qenë e pranishme në momentet e rëndësishme të Teodorit. Marku vazhdoi të rritej në besim si baba, tani me mbështetjen e vazhdueshme të një partnereje që ndante vlerat dhe qëllimet e tij. Teo lulëzoi akademikisht dhe socialisht, duke u bërë i njohur në shkollë si një fëmijë i shkëlqyer dhe kureshtar. Her pas here, ai ende bënte pyetje rreth periudhës kur jetonte me Agnesën, por pa trauma të dukshme, vetëm kureshtje natyrale për historinë e tij. Baba, pse gjyshja Agnesa më jepte ilaçe që më bënin të flija? Sepse ajo nuk e kuptonte që ti ishe perfekt pikërisht ashtu siç ishe. Ndonjëherë të rriturit bëjnë gabime kur përpiqen të rregullojnë gjëra që nuk janë të prishura. Dhe tani ajo kupton? Nuk e di, bir. Por e rëndësishme është që tani ti je i sigurt dhe mund të jesh pikërisht ai që je. Përgjigja kënaqi Teodorin, i cili e ktheu vëmendjen te libri që po lexonte për planetet e largëta. 2 vjet më vonë, në një ceremoni të thjeshtë në kopshtin e apartamentit që tani e ndanin të tre, Marku dhe Fiona u martuan. Teo ishte dhëndri, duke mbajtur unazat me seriozitetin e dikujt të investuar me një përgjegjësi të rëndësishme. Doktoresha Chiara ishte dëshmitarja dhe Viktori, partneri i vjetër i patrullës së Fionës, drejtoi ceremoninë si gjyqtar paqeje. Ishte një festë e vogël, por perfekte, që përfaqësonte pikërisht atë që ata ishin bërë, një familje e ndërtuar jo rastësisht apo nga tradita, por nga zgjedhjet e vetëdijshme të dashurisë, mbrojtjes dhe rritjes së ndërsjellë. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Fionës, Markut dhe Teodorit t'ju ketë prekur zemrat aq sa na preku ne. Kjo narrativ na kujton se aktet e vogla të guximit mund të transformojnë jetë të tëra dhe se, ndonjëherë, ndjekja e instinkteve tona për të mbrojtur më të pambrojturit është më e rëndësishme se ndjekja e protokolleve. Për të vazhduar të ndiqni histori emocionuese si kjo, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të aktivizoni zilen e njoftimeve. Lini një pëlqim nëse besoni se çdo fëmijë meriton të rritur të guximshëm si Fiona në jetën e tyre, dhe na tregoni në komente nëse njihni dikë që, si Marku, luftoi për të mbrojtur ata që donte. Çdo ditë sjellim rrëfime që eksplorojnë kompleksitetin dhe bukurinë e marrëdhënieve njerëzore. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme.